Inhalatori Ellipta, si ta përdorni? Ky numërues i dozave ju ndihmon të dini sa doza ka mbetur në inhalator. Për të filluar, hapni kapakun duke e kthyer poshtë. Dëgjoni një klikim që tregon se doza është gati. Mbani inhalatorin përpara dhe mos e prekni grilën. Qëndroni drejt dhe përgatituni për inhalim. Mbani inhalatorin vertikalisht. Shkarkoni ngadalë dhe plotësisht ajrin nga mushkëria. Jashtë. Vendoseni grykën në gojë dhe mbyllini buzët fort rreth grykës. Pastaj inhaloj shpejt dhe thellë nga goja. Hiqni inhalatorin nga goja dhe mbani frymën për 10 sekonda. Shkarkoni ngadalë jashtë inhalatorit dhe rifilloni frymëmarrjen si zakonisht. Mbyllni kapakun. Ellipta është një pajisje për inhalimin e medikamentit tuaj në formë pluhuri. Mund të ndodhë që pluhuri të mos ndihet gjatë inhalimit, edhe nëse e përdorni inhalatorin saktë. Shpëlani gojën nëse trajtimi juaj përmban kortizone.